Si pjesë e njësitë të parë të ushtrisë lirimtare të Kosovës në Dugaqin, Gjevat Zeneli, rrugtimin e tij e nisi aty ku guximi nuk ishte zgjedhje, por i domosdoshëm. Mes zhurmës së luftës dhe heshtjes së dhimbjes, ai mbajti mbi supe bare në një kohë që kërkonte më shumë se fjalë, kërkonte sakrificë. Një emër ky që lidhet me fillimin dhe me qëndresën. E unë kam nderin që sot ka pranuar të jetë këtu me mua Gjevat Zeneli. Gjevat, mirë se erdhe, faleminderit që je këtu. Faleminderit për juve, kënaqësi me konë pranë televizionit juve. Faleminderit shumë. Atëherë, apo më tregon fillimisht cilat janë ato momentet e para që ju kujtoni, qysh vendoset me u bashku me Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës, ju keni qenë edhe në njësinë e parë me aq sa di. Çka ju shtyu, çka ju motivoi? Neve si fshat, si lokalitet, e kemi një histori të dhëmshme, qysh vitet 1920, ku në fshatin tonë është bërë një masakër e aty në vite, kem konë 13 shtëpi, janë masakruar mbi 64 burra. Në vitet e 20-ta. Vitet e 20-ta, vitin 21. Edhe e kishim historinë, si u qojshim me ngjes, e kishim historinë tonë, si në lokalitet fshati vogël, e kishim historinë e masakrës së Serbit, dhe me zhvillimit e fundit vitet 90-ta, veç u po që Kosova duhet marrë hapa tjerë për çlirimin e vendit. Do me thonë, në fakt, ai mlefi ju ka mbledh qysh prej masakrës që është bo në 21-shin. E ka pas se cili banor joni, ka pas atë pasqyrë, se u qunë më ngjes si ka le dielli, se është pak kudrat në është masakra, për çdo më ngjes se cili banor ka po masakrën e asaj kohe dhe e ka di që shka vjen. Do me thonë që shpëthotin që atë masakrë jam vra krejt burrat e fshatit, apo? Kryesisht që thuhet, 13 shtëpi në konin vrojë 64 burra. 64. O me të fshati veç në fëmijë. E qartë, po. Veç të fëmijë, për aty në 13 shtëpije, fshati o me të veç të fëmijë. Ka pas edhe fëmijë të vram, po fshati o me të veç të fëmijë, e kem pas një pasqyrë, sarë si na qunë me ngjes, si ka lindilli. Po që ju ka mbush, kështu me thonë. Po, mas ne qysh erdhe, qysh ja fillut, do me thonë, këtë organizimin? Organizimi o konë vitet e 90-ta, si fshat këm pas shumë intelektual. Prishtinë, lokalitetet tjera të Kosovës, si më dërfshatat ma të shkollum do shkoj, dhe ty e po situatën ata ma mirë se neve në Prishtinë, në qytetet tjera, në ardhë kanë ngritë vedijen që të përgatitëm për një të ardhme sukure që erdhë më sëndajna. Dhe kem kriju grupin e parë ilegal, që në mesin që është grupi parë ilegal i rrafshit Dugaqinit, me përgjej Sadre Zenelin, Lej Ibrahimi, Hysen Ibrahimi, Sokol Smoli, Mirë Zeneli tani dëshmur, edhe mu më kanë morë në qatë grupë. Kanë morë qatë herë? Po. Qëfar moshe e konë në qatë ku? Ne po flasim vitit 93, nashta 22-3 vjeqë. 22-3 vjeqë. 23 vjeqë. Po, atëherë, nëse mundesh me më tregu pak për ato aksionet e para që i keni ndërmorë, sa keni fillu, dhe me thonë, mënyrën që jeni armatos ose luftimet e para. A i kujton luftimet e para? Mas rezistentës që bërë një Blanic, me vitin 1993, që ka kryu rezistencën tani dëshmori Sadre Zeneli, dhe pas një konsultimi, pas një kohët shkurt me Ramush Haradinin, Nazmi Ibrahimi i sjell 7 armë 5 vitra. Me 7 armë keni fillu? 7 armë i sjell 5 vitra. Që para prakisht ishim morë vesh, i kena pranua ajo nashta u konë gëzimi jonë më i madh, kur na kanë ardhur ato armë se i ka pru Nazminja 5 vitra. Po. Edhe është armatos grupi,
edhe pse dikush ka pas ndoshta ndonjë revolë, ndonjë asi private, po kur jem i armatos se kem një veten si njerëz më të mëdhaj, na ka duk. A jeni ndi si kur mo fitut, s'ka kush çka ju bën. E kena kriju ato tash u armatosëm dhe jem njerëz më të fuqishëm, le të vi kurdo se këtu të na pe vitit 93 kur i kem zbrop forcat serbe deri me ofanzivën e por 98-ën koma e serbit nuk ka shkel Jabllanicë. Jemi lokaliteti ndoshta i vetëm keni qëndru në Kosovë ndër vite. që për ato 50 vite koma e serbit, e policit, as ushtarit, as inkasontit, as nuk ka shkel tokën e tani thojmë Shqipun tokën e Jabllanicë. Për 50 vite. Po. Tash koha pasi murët armët, kur ke qaj aksioni parë për balja parë me Sërbët, ndoshta? Na kem kryu disa aksione, edhe para kem kryu aksione në stacionin Klishinc, stacionin Qallopekit, Vende tjera. vende tjera, disa aksione tjera, kena prit ilegalista të ndryshëm, i kem mor prej Shqipërie, i kem për këtu, Piktujt, i kem përcjell në për vendat veta, kem kriju një kohë, një periudhë Jabllanica akon shtabi ushtrisë lirëmtare. Nuk është as shtab, nuk është as një figurë e asaj kohë që nuk ka qëndru ose nuk ka nejt në Jabllanicë edhe me ditë të tëra. Këtu për shembull ka nejt Recep Selimi me vite, Eladin Gashi Plaku me vite. Se cilin pak që në ata që nuk nuk kanë qëndru këtu. Kushdo që ka marrë pjesë? Kur po. Të njerëz të para, legalistë të para, po, kanë qëndru këtu. E kanë një vetën si në Shqipni të vogël, bile dhe në theshin ju një Shqipni e vogël. Se është ditë si vend i lirë, domethënë, i paprekur. Si vend i lirë, i paprekur. Po, për 50 vite kombë e serbit nuk ka shkel këtë vend. As inkasonti i rryms, as i tatimit, as për 50 vite, po. E më konë vend i lirë. Na kem pas problem se jem shumë ofër me Zhëbelin, e kem pas problem edhe kur na dalë Zhëbel. Se dhe aty kanë ardhur policia serbe. Kem pas problem kur na dalën Buqanin, se kem këtu Buqanin ose Glogjanin knena, se kanë qarkullu, kanë një nën lëvi, e kena pas problem edhe atje me dalë. Po vetë se knejt se kanë marrë guximin me hina jaj. Jo, kur heq. Shpej vitit 93 deri me gusht 98-ës, kur shtorë ofanziva parë, koma serbit nuk ka shkel tokën e ish Jabllanicë. Për shkak që e kanë ditë që po bëhet organizimi këto edhe... Po, na kena bo dhe roje për ato vite, kena bo roje vazhdimisht in armatos, përveç aty në armë parë që i ka pru generali Nazmi Ibrahimi, njerëz njerëz të fshatit, kanë borë dhe armë tjera private, kena borë roje se cili më armën e vetë, kujdestaria konë për çdo ditë, sidomos natën, edhe me siguri gjithë ato i ka ditë, po shtusi, e kur nuk ka mësy më ardhë të neve. Po, pastaj, në vitet e më vonshme, kur veç se ka nisë luftimet kështu më intensive, cilat janë ato betejat që i kujton ti, që ke marrë pjesë? Tash, kom marak me full kur vitin 98, bashkë këtu ku jemi, është formuar brigada 132 Ymir Xheleli. Do më thotë, atërve që njerëzit e pëlqyn dhe e deshten ushtrinë shlimtare dhe e deshten lirin. Ky lokalitet nuk, sot që ditim nuk ka mujtë më nxonë gjitha ta njerëz që në ardhë mu aktivizu në brigadën 132 Ymir Xheleli. Ajo është dikon nëse s'ka bajt arsye në bukur dhe vjetë, gjysa qëshorët apo fillimi korritit 98-ës, kur formu brigada 132 Ymir Xheleli, dhe e ka shtri rjetin e vetë territorin Dushkajës dhe Magjerë. Me pastaj, se para se mu formu brigada, kem pas luftime tash pra Suk Çermjanit, i thojmë neve, aty janë ozbrapse dhe helikopteri, aty është me 22 prill 98-ës, ndoshta është lufta e parë në Kosovë që u bo me ushtrinë jugoslave. Jo me forcat policore, po me ushtrinë jugoslave. Të bazajnë Radonishit nuk di sa një këtë
lokalitet. Është zbrapës helikopteri, thatë. Helikopteri o zbrapës me 22 prill të vitit 98, pas 3 ditë luftimeve që në zhvillu në suk të Cërmjanit. Për fat, mesin toni kemë pas veç dy të plagosën, Fadil Limoni, komandant Tigris, që o vranë në Macedoni, dhe një sugar o konë Kabodojeva, nëse zgaboj, sugar i thëshim të gjithë. Edhe ata dytë jenë plagu letë. E ne kemë arrit edhe me zbrabës forcat Jugoslave dhe helikopterin me këthim ropa. Po kuptoj. Po pastaj po besoj që në luftime tjera që keni marrë pjesë, veç ka pas edhe betejë tjera tash, pra ku edhe keni pas humbje. Po. Cilat janë ato raste që i keni në memorie më shumë që E kam 21 muaj të vitit 98, para se më marru, pak si ma veçan, ku Adet Ovra dhe Mirzeneli, një ndër shokët ma të mirë tonë, Ovra dhe Faruk Elezi, një djallë hasreti, i student, i mërkullushëm, që s'ka mujtë as familja, as shëshnia me nalë, me bashka në gjithë është i shlimtare. Ajo është 21 muaj i vitit 98, ku para ditë Ovra Faruk Elezi, në promje, mas ditë Ovra, njëjtën ditë, Farukin Grabanic, e Myrta në Qeskovë. Myrta isha dhe komandant të Qeskovës. Atë ditë nashta e kujtoj pak ma me qësh më thonë ma ndjenë veçantë, se edhe vrasja dy njerëzve të mëllajtë ushtëri shlimtare të Kosovës, si Faruki, si Myrta, si është komandant. Po, jo jeni kanë edhe në mosh shumë të ri, edhe tu i pa dhe tu i përballu, do më thonë, këto gjana. Së është që jeni ndi najherë, si kur keni dash nashta më hek dorë, ose as keni pas frikë me naj moment? Po ato e në gjona që ndodhen, në sane që ndodhen, në njerëz jem njerëz, ka pas rast të tilla, po dyqysh e kem pa hongër në sy, dyqysh kem pa hongër në sy. E keni vendosë? E kem pa hongër në sy, thëmë nga ka popullor që e kem pa hongër në sy, dyqysh nuk s'ka pas vend frika. E kem ditë para prakrisë, aj që e mërë pushkën do të vrahet, e kem tonin nga kotë përgaditun. Po familjarët e ju? Edhe familjet në kotë përgaditun e që shka do që ndodhë, në kotë gatshëm, edhe familjet. Po thëmë, tash, ma sa vite, e kujtoj që e kem pa hongër në sy dyqysh sirë. E nuk e dishim shka Afrika. Ajo bile 21 muaj, nashta është ndër betejat ma të forta, Në qëfar kushte keni luftu që në qatë betej? E kam fjallën për janës logistike, armatimi, qka kam pas ata e qka keni pas ju? Kur herës mune mu krasu me armatime, me pushtusin, se batalë kotë pa isur me gjitha ato, su kur e dini dhe ju tërë. Po dhe ne nuk kena ko kesh atë ditë. Kem pas Golenova që kemë thonë Zolla, automatika, sniper, kem pas atë betej edhe se qëllimi jo një asaj dite është konë me hine Dollov, e me morë Dollovën, e Grabanicën, edhe me morë magistralin Klin Pej. Se magistralja Gjaku Klin e konë e blokume. Po. Tash në udashka edhe magistral, ashtu më ndajshëm, ashtu më ndajshëm. Po në më lëftime tash, pra ne nuk e kem ditë se Dollova si fshat, se ka pas aty Serb, i pas ka pas djemët ma të mirë të vetë në pozicione ushtarake, nivel të garnizonit Prishtinës, edhe djemët e Dollovës, edhe komandantat fuqishëm policisë të asaj kuve të Serbisë. Edhe ata me çdo kusht kanë mbrojtë Dollovën, për fat s'kena mujtë murat në Dollovën, në ro Farukin Kurbanis Myrtan, Dollov, pikat na kanë mjetë apet njëjtë ato pika, po s'kena mujtë me dëpërtua. Ajo koni ditë e veçanta, o koni gjithë dita luftime. E gjithë dita, pej mëngjesit deri në ora 12 pramës, o kohë gjithë dita luftime. Po. Gjatë
gjatë këtyre kohëve, çfarë raporte ose qysh keni qenë organizim edhe me komandant Ramush Haradinajn? A keni pas rast me luftu krah për krah ose A ditë jo, në raste të tjera? Para prakisht Qeskova do dhoa për këtuaj të ka një vi aerore. Ramushi ka pas pikat e veta në anën e Vllëgjanit, tash ato fshatat po miqin për Gramaçelit, se ushtria qlimtare në atë kohë, në atë periudhë veç okon e ka parshtirë jetin në për Po ka në shtrime, në pikat ndryshme. Në për vende ndryshme, në për fshata ndryshme. Jo, a ditë nuk ka qenë Ramushi. Po në ai rast tjetër, ai keni... Me Ramushin kam shumë raste me Ramushin. Çka mundesh me na tregu diçka që e kujton? E kujtoj Qysh ka qenë ai? vitin, nëse s'ka bëj, vitin 93. Jem shku me morë armë në fshatin Koronic, me një shtëpi. Mirë ta heroj tash, Lahia, Hajdari edhe Juseni na kanë prit në Qabrat Gjakov. Unë e Ramushi na shku deri te ajo shtëpia pe Qabratit kom deri te shtëpia në Koronic. Edhe sham ka bu përshtypje të Ramushi, na jena njoftë edhe për para, kokën po, kush është Ramush Haradini. I morëm atë armë në atë shtëpi, kthehem, tash për më kthy ku na përqenta, edhe gjatë rrugë po heska ka dale. Sa ajo rrugë asfalti. Se ne pëdoj, aj dojë, ne pëdoj. Thash do edhe ta shpejtojmë hapin pak. Jo, se më s'po vjen ai kërrej policisë ta kryjmë sonte. Tash vetë me veti, nuk desha ashtu më do. Mi thëmë, hadë dojë gutën pak, tha jo, mos po vjen ai kërrej policisë. Po për fat, nuk erdha si kërresh, dikun mas 12 vejnacës. Tash një farë fshati tash e kom marru, një farë dasme shqiptare, atje unë ishin kongatarët, një farë shpati kështu, unë ishin def, atje thojmë në ato ponat, edhe po të tha dhe im t'ja bojmë me hajrë. Tash ku i doj, na vishti shqiptar matu, i murë matu, armë shqiptar matusën, tha t'ja bojmë për hajrë, tha t'ja gjujmë, i kem ka 20 morë ka atër, edhe po qesi herë armë për pjetë. Ishtë e dasme, nuk e nishëm as kush. Se dishit kush është, po? Masa na e kom kuptu, masa e erdhëm të kolegë, të shokë, tha kisha qenë vish me gjujtër për pjetë, mos për vjen na i polic edhe ajo ka Ramushi, mi ucë uniformën serbe, mi ucë. Mi tërhek. Jo me i largu, po me i tërhek, ka dosh vazhdimisht aksion për ballë. Vazhdimisht aksion për ballë, uniformë serbe. Ajo ka Ramushi atër me pastaj na nuk, shka do që të flasim, nuk muj me fol për ta cili është taj, shka do që të flasim. Nuk muj me fol për ta cili është taj. Realisht unë me gjdo të intervistuar që e kam se cili ka një histori ose një rast. E kom thome një rast, je me fat që të kena njoft edhe je me fat që e kemi pas. Flas për luftën, je me fat që e kena njoft edhe je me fat që e kemi pas. Pa tjetër. Besoj që e gjithë Kosova. Po. Prej krejt që kam banë mend, tash ka pas edhe vështirësit ndryshme. A ka pas momente ku keni met shumë keq ndoshta për ushqime, ose medikamente, ose... A kujton në i rast? Po sigurisht për medikamente ato as nuk i dim rrallë kena pas ato medikamente, për ushqime shumë herë kena met keq. Qysh e keni dalë? Qysh keni arrit me mbajt vetën, do më thonë? Tash kur po ta bëj si pyetje, apo të kujtohet një moment ku s'keni pas buk ose? Pas qysha. Ka shumë raste, është nashta pa mundëm i nëmru sa herë kemi mjetë pa ushqim, ka pas 2 ditë, 3 ditë pa ushqim. Ka pas raste. Si të mos të fanziva, ka pas raste 2 ditë, 3 ditë pa ushqim. Po e kom veçantë kur me prill, në vitin prill 99, kur kemi kalu kur forcat serbe e murën Jabllanicën, e murën një pjesë të madhe të këtyne lokalitetëve, edhe kalujmë nga unë Ravecit,
ishim pa ushqim, ishim pa për medikamente, mos flasim atin ato as pa duhon, pa kur gjojq. Edhe ne ju thojmë ufla. Po. Pra në verë dalin uflat, kena fillu më hangër ufla. I parja ka njësë komandanti më hangër ufla. E din veç ata se nuk kanë aty. Dikuj do këtë tash ka pjethëm, nuk është e vërtet, nuk është e vërtet, i do këtë dikuj. I parja ka njësaj më hangër ufla, dhe nga ka thonë neve, mërë se në ndërmojnë. Ja kem njësa në aty lyp ufla për më hangër. Kjo është 5-6 prill nëse s'ga bëj vitit 99. Jeni mbajt në qatë formë, do me thonë. Po. Po, si jeni, se keni unë motivin e Jo kura. Kjo është ajo. Ka dhe raste tjera, po. Tash, pas përfundimit, qysh e pretet atë ditën e çlirimit? Qysh jo do? Në fakt gjatë kohës kur jeni konë të luftu, a keni mendu që ka me orë që e ditë edhe qysh jeni ndje? Na pak me gjithë humbjet që e keni pas? Mironda, na pak kem pak ma të veçantë ditën e çlirimit. Na, sidomos na Jablanica ka pak, na kanë zili edhe vende tjera edhe Ramushe nuk dhe gjane. E ka zili edhe Ramushe, ja? 17 maj të vitit 99. Jem vende i parë në Kosovë që është e çlirum para çlirimit të Kosovës, më 17 maj. Edhe Gjumishia ka e përmen atje, se i mojshëm dhe qyteza e Jablanicë u çlirue, e na këm, në gjithë se këna çliru, na djemë të Jablanicë, po djemë të ushtërisë çlirimtare, se kur u bo sulmin Jablanicë, na e ke... Jo, veç e thatë që ka pas për plot zonave që kanë ardhur dhe kanë nëse s'ga boj, me 6 maj ka jep urdhën Ramushi komandanti me sulmu, se ishin të pozicionium forca serbe, na me 17 maj shliru Jablanica, sa fejbjen për 11 dit, na ka ra luftime. Po. Aty kanë luftu djemë të brigadës, një 3-2 Mirceneli, një treni Jusuf Grëvalla, djemë të Alushagushit, komandant Mola, se i thojmë neve, e ka pos djemë gjithë tana lokalitetet të Kosovës se kanë kontribu çlirimin e Jablanicës. Po tash Jablanica është e neve, na ka fakat. Ditën e çlirimin e këna projektu ma herë se gjithë të tjerë. A çlirimi i Kosovës është një datë e veçantë. Për ne brezin që kem hek për atë ditë është një datë e veçantë, një datë e papërshkruar, dhe sot nuk di me fol për ditën e çlirimit. Për 12 qershorin. Është një ëndër e vëmë me realitet. Edhe sot hala nuk e besojmë si është ajo ditë. E le mua ato ditë të çlirimit. Po, kuptoj. Po, mas e u kry lufta dhe ndodhi çlirimi dhe tash, qyshta edhe te keni pas përjetimet rona, humbje, mungesa ushqime, jeni përballë me gjëra ndryshme. Nuk po menej që veç se jemi të folë, po besoj që ka shumë sane që ju kanë mit menje dhe që ju përcjellin hala ditëve sot. A ka momente kur nalni, menoni dhe kujtoni dhe çka ju del për para syve? Tash, Miranda ndëruar, nuk përshkruhet dita e çlirimit të Kosovës, nuk përshkruhet. Por na mas lufte përveç atij gëzimit madh, atëherë kena kuptu shka dhimbja. Atëherë keni ndjetë? Atëherë po, ku na bashku me familjet tona, ku mungojshin vllaznit, atëherë kena ditë shka dhimbja. Pa kulmi kry, pa ushqime, pa kur gjohesh, po e mujke liria, liria e mujke. Atëherë kena kuptu shka dhimbja. Po humbja e vllaut? Humbja e vllaut, humbja 2 djemve tajsh, humbja shokëve, se gjithë jem vllazën e shokë, mas çlirimit e kena ditë çka humbja, e familjarëve, vllaznive, shokëve, atëherë e kena ditë çka humbja. Edhe pse na kohët përgatitur se do të kemë humbje. Do të keni, po gjatë luftimeve pëse që e keni pas nashta edhe kohën me undale dhe me ndjek. Nashta është tash edhe mas 27 vite kena mënu që me kohën mërzia shkon t'ju hek, kena mënu, e jo, ishe kundërtat. Nashta hala mërzia është pjesë e madhe e organizmit të njeriut për njerëz të vetë.
Sa kena mendu se me kalimin e kohës, Vjen të mjegullu. Isha kundër ta. Tash sidomos ma tepër tash mërzitim për datat veçanta, e nostalgjohem, po liria, masi është liria, është ma mëdha se gjitha tjerat. Po, patjetër. S'ka liri pa sakrifica dhe na veç mundu me thonë lavdi për krejt ata që e kanë dhënë jetën këtë vend, edhe respekt edhe për gjallët që kanë luftu, patjetër. Një pyetje tash pak si nga fundi, kështu, qysh e ke pa gjendjen e veteranëve, qysh e she edhe sot trajtimin që ju është bën ndër vite, që ju bëhet tash, se kohëve të fundit kemi pa edhe gjëra të ndryshme në fakt për po thëmë kundër, po ndoshta një lloj mos vlerësimi ndaj pjesëtarëve të OÇK-s. Si veteran takohem shpesh për vjetore. Gëzohem shumë kur takohem në me veti, po gjendja e veteranëve është nuk i takon Republikës tonë. Takon gjendja e veteranëve në këtë gjendje që është. Nuk o trajtu si duhet nga shteti. Jo veç ky pushteti aktual, po edhe para prakët. Edhe pushtetet e kalume. Kalume nuk e kanë trajtu veteranë. Po sidomos ky pushtet i fundit ky nuk e ka as respektin për veteranin. Me veprimet e veta na ka bërë mundi i keq. Gjendja e veteranit është jo e mirë në përgjithësi. Ka njerëz që ngjetë mirë, me afarizëm e dishka me nëjë punë, po 80% e veteranëve qëndrojnë keq, edhe invalid, sidomos invalid, sa 5 veteranë e ka një mundësi, mundët s'paku më punu, po invalidi. Po kjo që pjallojmë tranzicionit shtetit tonë, nashta me kohën edhe këto përmërsohen, është liria, kem fëmi, tash kur pishoj fëmi tanë, po, mund gjitha ato plagë. Me qenë se i përmende fëmit, se tash fëmit nuk e din çka është bërë këtë vend ma herët, çka kishe me ju thonë? Trive, jo fëmive nështë, po trive në përgjithësi, ose atyne që se kanë përjetu luftën, edhe që kur e dëgjojnë ju duket kështu pak si film, më shumë se realitet. Tash nështë për mu pak ma, për mu ka shumë si unë, është nështë pak ma letë se kom edhe familjarë, se ju më konë me ta në luftë. E ta që të regojnë, po, fëmija janë vetë kjo liri, duhet të dinë kush janë njerëz që kanë sjellë lirin. Duhet mësojnë sa më shumë. Mësojnë sa më shumë, të edukohen sa më shumë. Mos nalen për fata shkem universitete, drejtime të ndryshme, mos nalen, jo vish me majstraturë, letë doktorojnë, letë kryjnë magjistrojnë, letë mos nalen, veç letë mësojnë. Veç letë mësojnë e të dujnë Kosovën. Ajo është porosia e dëshmorëve, është porosia dhe ne veteranëve, për fëmijët, jo veç për fëmijëtarë, po për gjithë fëmijët e Kosovës. Veç letë mësojnë, se janë arsimi tyne rritet shteti jonë. Arsimin e fëmijëve tanë rritet shteti jonë. Veç letë mësojnë. Atëherë, Gjevat, nëse ki diçka tjetër, se unë e di që përjetimet e juja janë të shumta, edhe po nëse ki diçka tjetër që donë me nda, është koha jote. Nëse nuk ki diçka tjetër, unë po të falenderoj shumë, ishte nder edhe kënaqësi e veçantë që ishe këtu. Falenderoj shumë, zotë ndëroftë. Edhe faleminderit për gjithçka që keni bërë. Atëherë edhe tash. Falenderoj shumë. Ne miq të dashur do shihemi në episodin tjetër. Gjithë mirat.